Qarku i Lezhës është përballur këto ditë me situatën e zjarreve që prekin zonat malore dhe ndërhyrjet ishin të vështira për shkak të terreneve në terren vjen puna për izolimin e tyre dhe mbrojtjen e zonave të banuara. Në mal milot të Kurbinit, operacioni për shurën e zjarrit është përforcuar me ndërhyrje nga toka dhe ajri në terren angazhuar midis zjarr fikse, forca armatosura dhe strukturat e emergjenca civile të bashkisë. Ndërhyrje nga ajri është përdorur për të goditur vatet në zonat ku terreni i vështirë bën pamundur afrimin e midis zjarr fikse, paralelisht është ndërhyrje edhe në terren për izolimin e flakëve dhe situata drejt normalizimit të plot në territorin e bashkisë Lezhë. Zjarri që ka ardhur nga zona e Vrithit në Puk vjen të aktiv në malin e Kashnjetit, në drejtim të fshatrave Kashnjet dhe Kalivaç. Në terren ndodhen forcat e shenjtë pyjore dhe njësisë administrative. Relievi i thyer malore vështirëson ndjesh ndërhyrjen pasi në disa pjesë nuk është e mund të afrohen midis zjarr fikse. Për këtë arsye puna për izolimin e flakëve po kryet kryesisht me ndërhyrje toksore. Në Mirdit situata paraqitet ndryshueshme në disa zona. Vatra e zjarrit në rajën e Velës, në njësinë administrative Rubik, është izoluar dhe aktualisht raportohet e fikur, megjithatë pasi zjarri shfaqet rreth këtyre dy ditëve. Në zonë pranë njëra tjetrës, forcat në terren vijojnë ta mbajnë në monitorim për ta shmangur reaktivizimin. Aktive mbetet vatra në Perlatin e Epërm në njësinë administrative Kthell, si pjesë e vijimit të zjarrit nga zona e Lufajve. Për izolimin e saj po punojnë 1 zjarrfikës, 4 punojnë shtëpi zjarrfikës dhe 8 forcë të shtëpimit pyjor. Edhe në shtuftë të Kaçinarit vijojnë tek flak aktive. Në zonat ku terreni e lejon po ndërhyjet midis zjarrfikëse, ndërsa në pjesën e thëpisura ndërhyrja me automjete është e pamundur. Situata në 3 bashkitë mbet në monitorim, ndërsa temperaturat e larta dhe kushtet e thata vijojnë të përbën rrezik për përhapjen e mëtejshme të zjarreve.